Hey Tirana, u rikthyem përsëri në studion në Rap Talk në sezonën e 2 të Rap Talk. Tashmë nuk jam vetëm, kam një artist, përveç se shmiku im, është një nga artistët më talentuar që u njoh dhe është një artist multidimensional. Sot kam ftuar në Rap Talk Kiti Sylla, bro, mirë se erdhe, shumë faleminderit që pranove ftesën. Mirë se u gjeta, bro, shumë faleminderit për prezantimin. E kam prit gjithë jetën një gjë të tillë. Shumë faleminderit. Jo më kot je pjesë e Rap Talk, bro, sepse ti je pjesë e kulturës hip-hopit me patjetër që po në çdo aspekt gati. Pra ti kërcen, pikturon, gjitha gati. Po që do t'i zbulojm avash sa po të eci intervista. Yes, si fillim doja të pyesja, bro, si është prezantimi jot? Si ishte prezantimi jot me botën e artit? Si ja niset, ç'a vazhdove më vonë? Me të thonë drejt, kam vizatu që 5 vjeç, kam vizatu në letër, normalisht, edhe më vonë pastaj menoj nga viti 2008, Okej. te vdekja Michael Jacksonit, jam fiksu me kërcimin shumë. E kam nisë me duke imitu Michaelin, pastaj të mësu jo Dagi, jo Jerk, jo këto gjanat e tjera. Aq ko kam sa të njoh dhe di që Michaelin e ke kështu. E ke pas pik dobët. Pik dobët. Edhe kështu, pastaj në lice, në akademi, që kam vazhdu tamam me Okej. që u Pra bo. piktura ishte prezantimi jot për ta nis paktën për të fut komën në art. Yes. Pastaj normalisht kërcimi ishte i mënyrë. Gjithë jetën e kam thonë këtë, pa them prap, vizatimin e kom të lind me ndërsa kërcimin e kom të mësume. Okej. Kështu që E ke të stërvitur Po, domethënë. prandaj ndoshta kom edhe frikë me hyrë në për battles, kështu në kërcim se nuk është që jam confident mjaftueshëm. Okej, pra interesi jot për kërcimin, më saktë ishte thjesht duke pa Michael Jacksonin, duke u frymzuar edhe nga artista të tjerë, di që edhe Chris Brownin e ke pik dobët gjithashtu. Ekstrem Se ai të paktën tani është gjallë dhe ai vazhdon e shef surprizon vazhdimisht. Ai është, nuk e di, për mua domethënë jashtë për momentin ai kudo që ftohet e krahasoj në Michaelin, thonë që është edhe greater se sa ai, as ai vetë nuk e pranon normalisht. Po nëse e kap nga pjesa skillful, edhe mund tjetë, si me thonë të pjesa se të bësh backflip, se të knosh një të nko. Duhet t'jesh i far artisti dhe i fani çmendur me e bëhet punë. Ti më the që ke ndjek liceun artistik dhe Akademinë e Arteve për të njëjtën ndek, pra për pikturën. Po. Si të ka ndihmu kjo zgjedhje në formimin tënd personal? A ja vleti liceu ose akademia? Tash e kena marru shkollën të dy, nuk i ngel atriacionit. Jo, më as nuk ka ngel njëri klasë. As atëherë s'do t'i ngel teatrin. Okej. Po që në lice, me thonë drejtën, më shrit vetë besimi se nuk e kam prit, kam dali pari në konkurs. Okej. Pastaj në akademi, nuk kam dalë, si me thonë, aty ku kam dasht, po still, si nxënës nuk kam qenë nxënës si mje, me thonë drejtë. S'kam nejt shumë klasë ose kështu që as teknika se kam su shumë aty. Thjesht kam shku më shumë ka animu me pjesën, më unjof me artista tjerë, ti e di shumë mirë se aty është tamam bot arti. Po, normalisht. Dhe unë them që besoj që një benefit shumë i madh për artistat e ri, për ato që janë që të vegjël, e mira është që ta rrethen veten me njerëz që kanë po tjetër interes, sepse do shkëmbesh ide, do rriteni nga njëri tjetri dhe normalisht një nga arsyet që shkolla e artit është e mirë për artistët e ri është sepse ke të bësh me njerëz me të njëjtin interes si puna jote. Kështu që normalisht, po kultura e hip-hopit, bro, se jo më kot thash të prezantova në fillim që je ftuar në Rap Talk sepse je në çdo gati cep të artit ku vjen puna dhe të kulturës hip-hopit, çdo gjë që e përfaqëson. Si të ka ndihmuar kjo kultura e hip-hopit në punimet e tua? Daçën kërcim, daçën pikturë, a e ke lidh kulturën e hip-hopit? No, është hip-hopi se hip-hopit është ka lind nga struggle. Okej. Do thonë kur s'ke. Në Kosovë thonë nga skamja. Okej, nga skamja. Po, edhe vetë nga që sërse kom pas shumë i vogël, normalisht tërhiqesh nga ajo që jeton. Edhe mund të them që gjoja parë, vizualja parë që kam marrë mrena me hip-hopin, si me thonë, mund të ketë qenë pjesa e Eminemit të 8 Miles, që është pjesa e banjos, duke pa veten pas hyrë pak para se me dalin në battle. Cold. Po. Cold. Shumë e forta. Edhe ajo ka qenë ekstrem e fort që pastaj nisa shkoja te këto rrobat e përdorme, blia hoodie gri, tuta gri, veç për mu duk ashtu. Pra influenca ishte e madhe kur vje puna. Eminemi gati çdo lloj brezi, vetëm ato që mund të jenë nga 18 vjeç tash, po brezin tjetër gjithë Eminemi ka influencuar pafund. A zgjodhe pikturën, artin si një diçka për t'u shpreh, për tregu veten më së shumti ose për të shpreh një diçka, një mendim që ti ke, apo ishte thjesht
thjesht një skill që doje ta vazhdoje. Mund të them që arti më ka përdor mu për mu shpreh. Si më thon, më ka thirrë vetë që hajde shprehu këtu. Se normalisht secili ka lo ato gjërat e veta. Po, patjetër. Edhe un jam edhe tip impulsiv, kështu që sa më e prish diku, më mirë bëj. Po i derdh ato emocionet në flet në këtë rast. Ose edhe në kërcim, pastaj besoj kërcimin e ke dorë me një për një terapi apo? Ajo se ta thash edhe më herët që dilema më e madhe për mu është gjithmonë mu çu me kërcy apo mu ul me vizatu, se është edhe BPM i zemrës është shumë ndryshe. Edhe po zakonisht e bëj pak para se me vizatu, bëj pak nxehme duke kërcy, pastaj ulem me vizatu, që e bëj kështu si rutinë timen. Okej. Po që të nimo më u shfry. Unë s'kërcej, kuptimin që nuk jam a pro, si ty jo, po kur vjen punë, pa mirë. Le të elaboroj. Kuptimin që unë s'di me kërcy, bëj kot dhe prap kërcej edhe ndihem super mirë mbrapa pastaj, kështu që vetë trupi bro ka nevojë me çliru, domethënë ai tip workouti është. Po patjetër, nxjerr komplet gjitha energjitë negative që mund të kesh, e stako trunin. Okej, me këto fjalë që i the do të respektojmë ikon, jo vetëm ty, po të respektoj gjusit e Radio Solit. Tani do të dëgjojmë singlin e parë që ishte nga albumi i Kendrick Lamarit, GNX, vjen Squabble Up, e dëgjojmë dhe kthehemi përsëri në studio, jemi me Kliti Sylën. Let's get it. Rap talk, rap music, rap culture. Rap talk. U rikthyem përsëri në studio, ishim me Squabble Up nga Kendrick Lamar, bro, çfarë menimi kishin një kështu flash, pauzë jatë shumë. Si do duk albumi? Okej, mirë. Pasi akoma doge edhe i çik më shumë kohë me dëgju. Bro, doja të të pyesja, cila ka qenë disa nga projektet të cilat kanë frymzuar ose të kanë influencuar punimet e tua? Projekte që më filma, whatever. Tash me të thon drejt, domethënë maj me një farë periudhe, albumi Starboy. Okej, The Weeknd. Po. Okej. Kam vizatu, kam bo shumë vizatimet mia, i kam bo ndërkohë që dëgjoja gjithë albumin. Se zakonisht kështu e bëj, domethënë. Të fut me një farë tripi për pikturuar ajo kombështive, na? Ekstrem shumë. Ajo edhe After Hours. After Hours, po, normalisht. Pastaj edhe Black, Free Black. You know, Black, po, Six Leg, po, Six Leg Black. Ai është super artist, çudi që është duk pak kështu vërdall, po që ai është low key. Yeah, low key. Është i mirë ai shumë. Okej, pra The Weeknd pak a shumë kohë të fundit ka qenë ose kohën kur doli Starboy. Atë my man, po. Okej, perfekt. Për momentin në cilën pjesë të artit je duke fokusuar më shumë, janë piktura, në kërcim, te ilustrimi, thej që du marrë dhe pak me regji. Po, me video. Shive, është ideja që mendoj që kur vizato, ti already e din se si duhet me qenë gjithë kuadrati. Okej. Që mundesh shumë kollaj me bëha dhe video e gjona. Po që për momentin jam të marrë, sa kom nis tash Tirana Comics. Okej. Edhe s'do dalim shumë aty. Do flasim pak për Tirana Comics, po që për momentin ilustrimi, vizatim, video dhe rroba. Këto janë për mu gjonat e mia. Po. Edi janë të më thonë, djejshin të më thonë që fokusohu te njëna mos u përhap shumë, po. Jo bro, ti bëj çat tjetë më e mira për ty, çfarë mendon ti që është më e mira për ty, kështu që në fund ditës ti di bësh llogarit vetes tate. Okej, a dëgjo muzikë ndërkohë që tu pikturo normalisht ti the për The Weeknd, po sa diapazon i gjërësh, pra dëgjon vetëm R&B, dëgjon diçka chill apo do diçka turn up apo varet se çapo vizaton. Me thon drejtën, zakonisht në dark kam shumë qef me dëgju lofi ose jazz ose blues. Okej. Ajo se më shumë në ritëm tavasht. Pastaj nëse jam të bëj skica të shpejta, normal që një më shpejt ndaj rap të shpejt ndaj gjë. R&B-n më shumë kam qef me kërcy, më thon drejtën, se smooth. Okej. Po nëse do të pyes, kush mund të ishte playlista jote perfekte për bërë një super punim për shkakun? Kush mund të ishte një top 5 që këngësh ose vibesh? Shit. Na i rap before duhet. Jo, detyrimisht. Jo, kisha dash shumë struggle music. Okej. Më pëlqen struggle vujtja. Në album Big, në Ready to Die. No. Everyday Struggle. Është ajo e Kanye's te Saint Pablo. Saint Pablo. A bonus track i Life of Pablo. Yes sir. Është perl. Saint Pablo ajo konga aty flet shumë ai tipi. Flet ekstrem shumë, domethënë tipi i asaj që janë struggle dhe talking real shit.
Ato më frymëzojnë shumë. Këto Fusin tjera, atë vibe-in. Po. Perfekte. Sa është e përfshirë kultura e hip-hopit në lifestyle-in tënd dhe në përditshmërinë tënde? Unë e di shumë mirë, po për ato që nuk po të njohin, se unë e di që hip-hopi është jeta jote, përditshmëria jote, kultura. Bro, është veshje, është gestikulacione, është hecje, Zhargoni. Po, Pra është gjithë lifestyle-i. është çdo gjë, është like, domethënë, unë mendoj që çdo gjë frymëzohet, çdo zhanër kudo e merr pak hip-hop, pak rrugë. Se është rrugë në fundic. Domethënë rruga është the realest thing që ti mundesh me. Shiko, kam përshtypjen kur bën art dhe normalisht në pjesën e hip-hopit njerëzit gjithmonë duan që të relate me punën tënde, pra duan që të gjejnë veten, dash nëse je reper tek tekstet e tuaja, dash tek vizatimi jot, nëse ke dash shprehur diçka. Pra normalisht dhe hip-hopi kjo është mënyra e të shprehurit Po. dhe njerëzit me gjet veten tek punimet e tua, apo? Apo detyrimisht? Kur bëj gjona personale, kam vënë re që kap mas Me të vogël? po, normalisht si në çdo lloj zhanri tjetër që gjëja komerciale, vetë fjala komerc, si më thon, kemë kap më shumë. A e shef si fjalë të keqe komerciale? Jo, më bro, në fakt e kom pas pa deri vonë, derisa më tha dikush, më tha, po ta kapësh Holle tha Michael Jackson, i tha është the greatest për komercial, ça ai Real. Billie Jean. Do të thonë. Kështu që jo Qa do detyrimisht se njerëzit pak a shumë fjalën komerciale kanë Jo, mor. për ta ul diçka, po detyrimisht ajo ka qenë një punim i mirë që është bo viral dhe masa ka pëlqyer, ka thithë të vetja. Kush s'do donte komercial. Normalisht, okay. Kush s'do donte. Do ndjekim një këngë dhe është një super këngë që unë jam fiksu kohë e fundit dhe përveç gjithave ka dhe një super videoklip, po flas për A$AP Rocky, Taylor Swift. Ju që jeni në radio që e dëgjoni, kur të marrë ky emision, hyni në YouTube, shiheni se është një super videoklip. Se dia e ke pa, bro? Videoklipin e A$AP Rocky, Taylor Swift? No, më thënë. Okej, mas emisionit do e shihni me klitin të gjithë. Okej, dëgjojmë A$AP Rocky me Taylor Swift dhe kthehemi përsëri në studio, jemi me klitin. Let's go. Rap talk. Rap music. Rap culture. Rap talk. U rikthyem përsëri në studio, jemi me Klitin dhe tani Klit duhet të flas pak për arritjet e tua personale dhe nga biseda jonë që kemi bërë deri tani kemi kuptuar që je një artist multidimensional, pra diti bosh gjitha me pak fjalë. Dhe duke përmend që je edhe piktor, ke edhe pasion kërcimin, gjithashtu dhe moda, për ty nuk ngelet pas. Cila mendon që është pika jote më e fortë? Më e forta si skillful është vizatimi. Vizatimi? Diskutohet se A e tash. botë top 3 shpejt e shpejt? Ja skillsat. Vizatimi, i pari? Vizatimi, Kërcimi? Ja, fashion. Rroba. Okej. Rrobat edhe kërcimi. Pa rroba të skërcej do. Po më e dopta, qofse mund ta vendosësh në krahasim me tjera që di të bësh. Përveç Pika më e dobët, po. Kuptimi që ke akoma ca punim për të bërë, ke akoma ca work. Gjithmonë kam pas qef me bë rap. Okej. Po atë po kush nuk do me bë rap, por unë vdiqem me bëj këngë, por pas di çfarë më shkruaj, do na shkruash një tekst. Po, mor. Bitin e kom. Si bo. Po që këtë mund ta quaj vetëm për pjesën e komplekseve, si më thonë, se kur jam vetëm në dhomë duket vetja më i miri, po E do i far confidence të bosh reper Shumë, edhe bro. dalësh me këngën tatë. bro, domethënë kur është menoj që ajo është pika më e lartë se je me gestikulacion, me zo, me Je mimik. 100% ti. Je 100% po se nxorre, po doli zoni tu dridh, is not it. Kështu që Pra me pak fjalë dolëm aty ku duhet të të pyesja, ke shkruaj tekst na herë dhe me sa duket ti ke shkruaj tekste. po. Kështu që ke shkruaj. Edhe Po, këngë po. të regjistruar me ket, i kam gjunja 2-3, ti ke tregu ti, më ka tregu i producenti jot, po s'ka gjë. Lart ishe. Thanks. Po kam provu me thon drejtën se si tam për mu shfry, për mu shpreh, edhe kur më janë bo bajat, vizatimi, kërcimi apo ndaj gjë tjetër, kom dash me folë shok. Po si të zhduk? A i ke Bro, surprizun e qik vetën? Unë edhe kom qajt kur kam shkrujt. E pa tere, pse se kemi akoma një këngë të Klitit publikuar, bra? Se di, por nuk e di, do të thonë, menoj që ajo do ishte my highest point, po nuk e di, kom shumë kompleksit ajo pjesë. Së është impossible, bro. Nuk është hiç impossible që nesër bëhet se e kam folë edhe me më të mëdhenj Okej. nga kontaktit që kam me kështu miq, edhe e di që mund t'isha prap tash me pak humbleness, si më thon, me pak modesti ose pa modesti, I don't know, si më thon. Po që e di që do më modin shumë gjitha tjera, se coverin e bëj vet, rrobat vet. Po prisja të Kërcej bëroj vet. fjalën që të thosha, imagjino, coverin e bë vet. Te klipi për mos me thonja 80% ke për ta bë vet, ndoshta vetëm DOP-n ke për ta bë dot,
për të kërcyt e konga ke për të kërcyt vet. Koreografinë e bëve, kështu që je full option. Diçka që doja patjetër ta përmendja sepse është edhe një nga besoj highlightet më të mëdha që ket karrierës tate kur vjen puna tek pjesa e vizatimit, është që ti ke marrë pjesë në realizimin e coverit të një nga hitet më të mëdha të disa nga artistë internacional dhe më saktë po flas për këngën e Gashit, Creep on Me, i cili është një reper shqiptar i cili jeton në Amerikë, apo jo? Yes, jeton në Amerikë dhe ai këngën e ka në bashkëpunim me French Montana dhe DJ Snake. Yes, Me thonë këto momente, këto janë dy emra super big. Gashi edhe mund të ketë e ka hapi crown, po kur vjen puna për DJ Snake dhe French Montana, ato janë gjithmonë kanë qenë on top. Si ishte kjo eksperiencë bro? Si u lidhe na fol para për këtë projekt? Se unë jam super kurioz ta di. Eksperjenca ka qenë roller coaster, me thon drejtën. Se kam përjetuar edhe emocion të mirë, kam përjetuar edhe struggle që kam pas vizatuar me celular HTC me gisht Imagjino ta kishe pas iPadin atko. Nëse atëherë sa pa ta fillu me thon drejtën, edhe sa pa ta hyn lojën e digital artit. Okej. Edhe isha të i bo shumë covers këtyre që kam qef që një gjoja, që kisha qef. Edhe Gashin me thon drejtën kam pas një gjuhë ekstrem shumë, kam qenë day one. Kam edhe i tatuazh këtu. Gashi? Ka qenë frymzuar nga ai, sa ai ka pas atë albumin Stairs. Okej, Stairs. E di çka koha ka qenë ajo? Switch It Up. Po. Ka qenë super konga ajo. Switch Up apo Switch It Up? Switch Up. Ai biti edhe mënyra, është talentuar ai, nuk e di se çfarë ka me veten ai. Egoja e bon. Egoja, kom përshtypjen po. Sepse Çiçanolli ka qenë nga që i boja shpesh reply atij edhe boja shpesh tag edhe tipi në atë kohë ka qenë pak më humble, si më thonë, edhe më kthete, edhe dija që po të bëja diçka do e merja atë. Do e merrshi bashkëpunim. Po, pra pak a shumë kështu realizu kjo gjë, duke u munduar duke i shkruar. Jo, thjesht bëna një fan art, tipi e kapi e postoi në atë kohë sa i pa të bë follow Didi. Edhe postimi i parë që i ka bë Didi like. No Didi. Edhe postimi i parë që i ka bë like ka qenë piktura ime. Okej. Edhe tipi në atë kohë poston story që yo Didi just like my post, e unë që isha piktura ime. Le vërtet se kam bën atë. Edhe menaxheri vet pastaj se ka qenë te Rock Nation te Jay-Z's. Po, unë e di që Gashi ka qenë i firmos me Rock Nation. Po, edhe unë kur kam bë labelin, atë kur kam bë coverin, kam bë kontrat, më dashme në shkruaj kontrat si jashtëm, si artist i jashtëm me Rock Nation, yes. E ke rujt si kontrat, ta kish për fiksim, që është dhe logoja e Rock Nationit? Duhet ta kem diku, veç e di që ma kanë fut sa krau. A më varja bro, ta shi kur je ri a bo Allah. Bro, po të them, edhe, nejse, ideja që ishte që tash roller coaster, tipi mu kthy shumë keq, i farë pike, si më thënë, po, sepse unë isha shumë hyped, shumë excited, edhe postoj një story të tipit që jo, sonte do postohet cover i Gashit që ishte i bom nga unë, bla bla bla. Tipi më kthy, yo bro, don't leak that shit, kështu ashtu, i thash chill, i thash se që se stava shit, thash se si jam të të bëjë gjotë, thash se story holla. E pastaj kështu po më ka mërzit me thon drejtën, po më vonë në bisedë si për me rob tjerë tu e tregu kështu me nerva, thjesht e kam kuptuar që më ka bërë shumë mirë se ata që ti dollizosi me thon. Nuk janë në vërtet gjithmonë ato që mendoj që janë. Jo. Ndoshta kur i njeh personalisht ose pak më nga afër. Që ke kontakt, po e kuptoj se çka kanë intentions, tamam me kështu, edhe thjesht e kuptova që ka qenë pak fake te pjesa ma shipes. Ishte prap ka lujt kartën e si thosh nacionalizmit, pra jo shqipem supportonit se edhe unë jam shqipe, jam të ja dal në Amerikë, më duhet dima juj. Nuk jam i pari që e them kët, si më thon për Gashin, se kalon gjeste ekstrem shumë me shumë artista. Edhe unë ja kam pas ditë një të gjona tash kot me thon që i maj men, po e di që ka qenë një fart tipi. Po mas kaq vitesh që ndodhi ky si projekt, a e kujton si një eksperiencë mirë për ty, diçka që ja vleti? Ajo ka pas qenë milestone thuhet? Milestone, po tjetër. Se në atë kohë sa pa ta nise, nuk është që ishin të ma varë shumë, as ilustrues të tjerë për me më supportuar ose kështu, edhe sa doli kjo, out of nowhere. A dhan ai kriter për punimin, pra që duhet jetë kështu, mos bëj këtë, mos bëj atë, ose diçka të këtillë? Po, diskutohet. Atë titullin e kishin gati vetë, na thanë që do jetë kjo e verdh, se është cover i verdh, thjesht pjesa që mu duk më kot ishte që më thanë gjej tip pozicionet e çunave. Se si po edhe tu i gjet në Instagram këtu me screenshot, domethënë, ndërkohë që ata
Mund të çonin, po pra, mund të çonin. Po që gjona tilla Okej. e kam vënë re që këta i përdorin kështu. Okej, në rregull, super. Bro, do të dëgjojmë këngë Yes, dhe do sir. kthehemi direkt në studio. Let's go. Dëgjojmë pikërisht Creep on Me, këngën e Gashit me DJ Snake dhe French Montanën, kënga ku Kliti ka bërë dhe cover artin e kësaj. E dëgjojmë dhe kthehemi përsëri në studio. Rap talk. Rap music. Rap culture. Rap talk. U rikthyem përsëri në studio pas këngës Creep on Me dhe bro, diçka të fundit që doja të pyesja pikërisht për këtë temë parë se ta kalim pjesën e Creep on Me. Këngën ata dhan këngën për ta dëgjuar para që ndoshta të krijosh një ide, një vibe si qysh tek si mund të ishte. No, Ta dhan këngën? no, maksimumi thjesht më thanë si duket e kishin arrangjuar në mënyrë të tillë, thjesht thanë që ky do jetë hit. Vallai dhe u bë super hit bro. Ka qenë një nga edhe biggest thjesht, hits atëherë. Po, këtu e kupton që ata e dinë se çfarë do jetë hit. Super fare, tamam. They just know, a ka një receta. Është recetë. Është receta, është receta. Okej bro, tani duhet kaluja pak te kjo pjesë e Rap Talk, duhet fisja pak për vështirësitë dhe mendimet tua personale për disa gjëra të caktuara. Sa e vështirë është për ty të jesh një ndër të pakët ilustrator në Shqipëri? Ndoshta jam gabim, ilustrues, më fal. Yes. Ilustrues, ndoshta nuk njohun mjaftueshëm, po me sa diu nuk është se janë dhe ai shumë. No, ka, po thjesht është kjo pjesa që nosha stili, I don't know, nosha stili, Okej. se kam qef me qenë pak më pop. Okej. Gjithmonë kam pas qef me pas atë vëmendjen, spotlightin, edhe kam dash me qenë starboy, si me thonë, Okej. edhe kur e kam pa që ndoshta nuk du me qenë më me kërcim, du me qenë me pikturë, kam arrit në atë lloj stili, prandaj kam qef edhe comics shumë, se comics janë shumë pop. Edhe ndoshta prandaj mund të kem bë pak më shumë zhurmë, si më thon, po ka ekstrem shumë të mirë, më të mirë edhe se unë, me thon drejtën, për skills, po Që e besoj po nuk për e di për Okej, ti e the për skills, po kom përshtypjen arti nuk mund të thush që s'bën për diçka, sepse është çdo gjë subjektive, çdo gjë ecë në Exact. shije, pra çfarë mund të vajbësh ti nuk mund të vajbun Po. dhe anasjellash normalisht. është kur gjë sparkling, domethënë atë the sparkle që me ardhmë diçka fresh, të re, se Okej. nuk është kollaj, se me kong you already know se okay, një sound i ri, gjë e re, ndërsa me pikturë thjesht you gotta find out Për qa është më mirë. Për atë sparku gjithuje, çuna janë 3-4 mjesit ke Po. thonë, "What ç'a ide?" Po, E ke bë. Po. S'ke mos ta bësh. po të them me sy myll, bro, thjesht i kam pas sy të myll dhe veç e kam ditë se ç'jam tu pa, jam çu direkt iPad-i. Pak që sa me bë skice, mos ta harrosh për deri nesër. Skice mor E direkt ke për marru. 50% bome. Thjesht ai last touch në fund. Po, ku e gjen frymëzimin o bro? A do të jesh me i vënë me njerëz që mund të jetë ndoshta pak i zhurmshëm, apo do të jesh qetësi diku, ndoshta në dhomëntate, apo si është Si mund- proces kreativiteti, zakonisht unë e bëj ose mund të myllem javë rresht mrena, do të thonë që jam duke prodhu, kërkosh inspirim? po, jo, aty prodhoj, ndërsa inspirim kam shumë qef gjejtë njerëz, do të thonë vetëm i takoj grupe njerëzve të ndryshëm. Okej. Edhe shkoj diku, pastaj shkoj diku, na herë dha carohem pse e bëj se jap shumë edhe I get drained, do të thonë shtërohem nga energjitë, po still pastaj atë carim kam qa prodhoj, si më thonë edhe Kam një pyetje pak personale për ty. okay. Sa mendon që është e rëndësishme për ty të bësh atë që ti don, që qofse nuk do kishe duke bërë këtë që don, si mund të ishte jeta jote, si mund nga ana pjesa e konfidencës ndoshta ose Pjesën artistike unë e kam marrë shumë nga motra ime e madhe. Okej. Edhe motra ime e madhe ka qenë është shumë e talentuar në kërcim, edhe në shumë gjëra tjera. Por ajo të njëjtën kohë ka një gjuhë shumë të shtëpisë time. Do të thonë të shtëpisë, i ka gjuhë shumë, edhe ka qenë nxënëse shumë e mirë në shkollë. Okej. Edhe ai kalon ëndrat e veta më njanë për mu bë ajo nxënëse e mirë. Po. Për me knajt Exact, familjen, si exact. thosh, me i plotësu dëshirën e familjes. Edhe jo më shumë se sa, I don't know, para një javë, 2 javë që i kam thonë që unë të kom pa ty, edhe kom pas frikë, si me thonë, mos me bo atë që du. Edhe mu vetëm 2 vitet e funit të bë sens edhe me lek, si me thonë situata, jam 28 vjeç tash. Okej. Vit mas viti tu i thon babit, jas edhe i pikturë, edhe i pikturë. Të më bëj çan këto piktura, po çketi i thoja se e di unë, as se dija hiç, më thon drejtën se çam tu bë. Okej. Veç shikojena sot. Po familja, a ka qenë supportuese për këtë pjesë? Paktën në pjesën tënde se nëse more, tek motra. Babi më ka thonë më fut në lice, Okej. e mas liceut më thotë e futëm punë call center.
Pse s'pas ka lek, po, i thosha pa më fute vet, i thosha. A shikon veten si njeri me fat që e ke gjetur pasionin tënd që fëmijë dhe si të mendon që të ka ndihmu kjo gjë? Jo me fat thjesht Kuptimin që e ke gjetë diçka që të pëlqen që në vogëli dhe e ke pasi synim për veten të paktën, ndoshta jo direkte, po unë mendoj bro që çdo kush e ka i talent. Okay. Thjesht kjo ide, kjo duhet me provu shumë, po njerëzit ideja suksesit për me bërë shumë lek nuk i jep ato vullneti më ul me provu ose mi dhon kohë me provu. Se edhe ti ku e ke nis, ku e ke ditë që do vish këtu, si më thonë, ti e di në arrit, si më thonë, paralel gjithë bashkë. Po. Edhe shumica jo po hajde po ikim në Angli, jo po hajde po bëjmë këto stereotipet tipike. Po, ndërkohë që ai sa prish gjithë rinin për me bë aq lek më mirë. Dhe po i boni aq lek. Pa dhe po i boni mor burr. Çaj. Kot do fryem me nai shisha aty edhe cit. Se s'kan bot. Nejse, bro, doja të flisnim pak për pjesën e AI, okay. Me që dihet që është bëj pjesë e pandashme, daç si avantazh, daç si disavantazh për gjithë artistët ose për këdo, edhe për njerëz normal. Tip AI-n si e shikon? A e shikon si ose si fillim, a e përdor AI-n? Jo. Nuk e përdor AI-n. Edhe i kam edhe shok që e përdorin, po i kam shumë bezdirë që e përdorin se që ma përmenin si muhabet. Po tana e bosh Allah, po sidomos me ty do ta flisim sot. E di, po. Sidomos unë s'menoj që do zgjasi si gjë. A thu bro? Jo. Më duket sikur do bëhet akoma edhe më powerful. I don't know, nuk e di. Ti shpreson që jo? Unë njëri ka thonë ditë i fjali që më ka pëlqyer shumë, ka thonë do përdore deri në moment që njerëzit do bëhen shumë lazy. Edhe në moment që ata s'do dinë më me bëha si gjë do ja heqin edhe aty është sklavi perfekt. Se s'ti më me bëha si gjë se po i bëje veç me AI-n se ke më, kështu që. Edhe ta thash, jo më pak desha me ta përmend ty AI-n sepse mendoj që AI të paktën tek profesioni jot, aty të sënon më shumë nga të gjithë. Se janë një ca video crazy bro që ti thjesht shkruaj 2 fjalë dhe për më pak se 5 sekonda ke gjithë imazhin. Në vërtet, janë artistat njohur, si më thon, në Shqipëri që më ka ardhur menaxheri vet, më ka thonë duj pikturë. Kështu ja kam bë pikturën gati realistike. Okay. Më ka thonë këtë kisha bë me AI. Po. Më mirë të më thush si pëlqen si e ke bë se sa të më thush këtë gjë da, është pa hajt më. Varja, s'ke çaj bë. Po nga këto fushat e arti që ti ushtron për ty, kë e shikon më shumë si hobi dhe kë e shikon si profesion, si punë? Ta shive, se kam qenë të menu këto kohë, do doja që luxury money do doja mi bë me pikturë. Okay. Fast money do doja mi bë me rroba. Okay. Edhe me video, I don't know, ndoshta më duhet sikur me fast money mund ta bësh me pikturën me lehtë kam përshtypjen. Jo. Jam gabim? Jo. Me pikturën unë shterohem shumë. Seriozisht? Ekstrem shumë. Të lodh? Shumë fare, sepse video, nga që already e di se ç'a do kap, se janë objektet aty. Ndërsa në pikturë bro duhesh me nis, mi kriju, edhe me ditë se ku do i vesh. Kupton, ndërsa video, ja, veç devej këtu, pastaj di unë ai shkoj këtu apo këtu. Ndërsa me pikturë. Ajo të shteroj çik. Ndoshta jo nga trut, po fizikisht ti je on set. Unë jo, I have fun me thonë drejtën. Okay. I have fun shumë kur bëj video. Edhe kërcej gjatë kohës që bëj video. Pra i bie me pak fjalë me çfarë po më thotë ti pjesën e pikturës e shefi çik më me sy më kritikus, pra je më kritikus për veten kur vjen puna tek piktura se sa mund të jesh te kërcimi ose tekstet ose pra pikturën e ke kështu domethënë, e ke gjon që do ta kesh të mbledh me sa më të mirë. Prandaj the edhe ti ty të njoh se njoh shumë. Okej bro, do të gjejmë këngë dhe do rikthehemi përsëri për pjesën e fundit të Rap Talk, do të gjejmë pikërisht super hitin e Dimrit. Flasim për The Weeknd në Playboy Carti me këngën Timeless, super këngë. Ishte e fortë, TikToku u mush full me këtë. Okej, dëgjojmë The Weeknd dhe kthehemi përsëri në studio. Rap Talk. Rap music. Rap culture. U rikthyem përsëri në studio, jemi me Klitin dhe bro tani dua të flisja pak për projektet e tua më të fundit, më saktë do flasim pak për comics. E di që ke nis duke marrë me comics, edhe personalisht ta them që janë një nga punimet më të bukura që kam pa tuajat po edhe vërdall bro janë pretty nice. Si fillim doja të pyesja si nisi ky ide, çfarë të inspiroi për ta bë një seri comics,
përshtatur me Tiranën apo jo, sepse kam pa që janë locationa të ndryshme të Tiranës. Na fol pak për këtë nismë që more për të bërë comics. Kur kam nis digital artin, bro, ka qenë gjëja e parë që kam pas dashur në ka qenë me bë comics. Okej. Po thjesht ka qenë Afrika që kush i njeh edhe janë gjona kalamajsh dhe s'do i pëlqejnë njëri. Ndrojtja e artistit. Po. Edhe mas 5-6 vitesh tash, si më thon, më pat hum shumë kreativitete, nuk po dia s'po gjeja më një diçka new me ç'a më ardh, se thjesht po postoja dhe i po përsëritesha gjithkohës. Edhe si duket e pas ka majtë si asë në mëng pa vedije, edhe I went back prap të rënjët, to the roots, edhe thash okej, tash du me e bo, me thonë drejtën. Edhe e nisa me njerën me Mislim Shyrin duket e kam nis me Mislim Shyrin po që është Spike, Tweak, Mary Jane. Unë kam pa një nga punimet që kam pa unë që e mbaj me atë komiks është Spider-Man që është mu të kryzimi i nënkatsheve. Po edhe ajo. Atë më mend që e kam parë, kam thonë, wow, shive Spider-Manin, Teselia, te nënkatshet. Po që e vura re që njerëzit janë të e pëlqyer shumë, edhe me thonë drejtën, e kam bo si synim e vetën që do doja shumë e boj far libri. Jo i far libri, po i libër. I libër, bro. The libër. Me bo një libër me komik, edhe me skena Tiranës, me bizneset ndryshme, me gjona tilla. Yes. Edhe imagjino po të lidhesh dhe me një skenaristë, me diçka që ndoshta të krijosh dhe një histori brenda asaj. Sa isha të thonë, sepse ka shumë, edhe ilustrues ka shumë në për Tiranën, në për Shqipëri. Do doja me thonë drejtën se do ishte shumë egoiste nga ana ime nëse unë filloj me bo libra, me bo vetëm timen. Do ishte edhe shtëruese me thonë drejtën, po si top under, si me thonë kështu, është shumë e pas një tim me ilustrues, edhe si që funksionojnë këto, sepse me bo një komik, jashtë dikush bo tekstet, dikush bo ngjyra, dikush bo linjat, dikush bo efektet, po. Ndërsa këtu do të mi bo vetë në fillim, derisa pastaj ti them na njëri që më duhen linjat e tua, më duhen ngjyrat e tua, edhe po ti dhaje, po ti dhaje, po rat dakord, se rat dakord. Do mi paguaj po. Po normale po, pikërisht. Ja se po më kruhet dora. A ça, kush do të japësh apo do morësh? Do marr. Duke se ke pa do morësh. Hajde inshallah. Do morësh duket fondet me bo librin me komiks. Dum goja. Si është procesi kreativ për të realizuar një komiks apo nga ja nis, si thua, okay, tani do ulem bëj një pjesë, një punim për komiks. Si e mendon? Edhe a do të marrë gjithmonë Spider-Manin si heroi që sillet vërdall nëpër Tiranë? Spider-Manin është i preferumi, ka hyrë në fillim, si më thon, po për me bë një legit do më bote pak problem nëse si kom drejtat e autorit. E vërtet. Po, duhet me shpik një superhero tatin. Po jam të dasht me sjell një hero që do përplaset me Spider-Manin. Po edhe me heq Spider-Manin nga loja pastaj. Aaron, po Marvel is not feeling so good. It's not looking good, bro. Po që dhe me thonë kështu. Okej, perfekt. Sa kohë të merr për të realizuar një imazh komiks? Varet, nëse e di se ç'a du me bë, rrëshket dora vetë, me thonë drejt, se dora na herë është veç tool. Se menja është e gjitha, po, yes sir. Edhe po për një ditë mund ta marroj, na herë më zgjat edhe një muaj, bro. Po. Pra një muaj tu e kap kaj çiki. Pra sfida më e madhe është e menduarit njerëz se ç'a do të bësh, sepse realizimin ti besoj e ke pjesën më të fortë dhe se ke problem fare. Okej, bro. Cilat janë disa nga toolsat që ti përdor për realizimin e këtyre komiks përveç dorës, domethënë? A ke diçka tjetër që të ndihmon për realizimin e tyre apo i thjesht iPad-i, lapsi, that's all you need? Në herë letra, domethënë mund të skica kur jam vetëm ose kur frymzon shpejt, pastaj vetë që kap foto kështu. Në herë I don't know, vetëm vende ndryshme Tiranës, se për momentin aty jam fiksu, du me kap vende cool Tiranës, në objekt nice, në gjë kështu, pastaj i them, okay, ç'a bëjnë këtu shqiptarët ose rinia, si e përdorin këtë venin, se duhet mi kap tamam, më relate me ata. Edhe kështu, po përveç kësaj, no. A ke vështirësi për realizimin e këtyre, ku e shef sfidën më të madhe për realizimin e këtyre komiks? A ke vështirësi, ose ndoshta me çfarë po më thën, ndoshta është ideja e superhero që duhet gjesh një superhero që edhe të lejon. Po, kjo është më shumë e thonë drejt, se shumë veta kam kuptuar kur ja nisa me bë këto komiks, kuptova që edhe ata që nuk e shprehin që kanë qef artin, në fundit prap janë rrit me një superhero në mend. Si shpëto dot. Po, bravo. Edhe secili është kështu, po pse se bën kët, po pse se bën kët tjetrin, po pse se bën kët.
Po këtu ka menu më mirë, për shembull nëse unë bëj me një biznes një collab, i them a kena një superhero që doje ti, po, okay, atë e përfshijm pastaj me superfuqitë atij, me biznesin që ka ai. Superheroi në një biznesi do jetë klienti që blemus shumë ti aty. Aty do e ke superhero. Duket jo. Duket se ky vjen. Që ka qenë në Angli. Okay bro, tashi ka ardhur momenti që du të t'jap një challenge. Let's go. Are you ready for this? Du të t'jap një 3 fjalë. Okay. Dhe I hope që t'na bësh një ilustrim të këndshëm. Një sketch. You ready for this? Të t'jap 3 fjalët? Let's go. Wait, Tere. të hap. Bo gati. Let's go. Atëre, fjala parë du që t'jetë një varse, chain. Okay. Tjetër du t'jetë Chelsea i Solit, me që jemi në Radio Sol. Okay. Dhe tjetra është mikrofoni ka për emocionet. Dhe pjesa dhe fundit është mikrofoni bashkë me kufjet. Tash këtë po t'jap si paket, nuk është fjalë 4, po mikrofon dhe kufje. Okay, si fillim. Fillojmë? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Këtu mikrofoni sot më dalë, bro. M'duket nuk e fitova sfidën se kalova. Unë desha me thonë po doli bukur të t'jepsha na 2 byrej që da ashim mas emisioni, po m'duket dhe i blesh vetë, bro. Më fal. S'punoj dot në presion, bro. Po nejse, nice doli, mund ta rregullojmë këtë në një të ardhme të afërt. Po hajt nuk po e bëjmë me mikrofon, po e bëjmë pak si diell, meqense është kështu sol. Perfect. Edhe këto do jenë kështu si gjemba me diamant pastaj. Dhe juve që na dëgjoni tani në radio live, direkt sa të marrë ky emision, keni direkt emisionin në YouTube dhe do e shihni aty se çana po na bë kliti këtu. Kliti është halfway. Kanë kalu, nuk e di a ka kalu i minuçi. He's quick. Okay. Tani po i mshoj lapsit m'duket. A bona, a quhet? Në qofë se bo varë se këtë ngell hatre. Hik bro, më djersite bro. Au bo bro. Prit, ta shofim, ma këthe dhe mu i qik tu? I far qeni, iced out. Iced out, perfect. Tregoja dhe kamerës aty? Perfekt dhe bro, t'lumë shindurët. Po zdo t'li me kaq. Thanks. Tani ti e di, besoj e ke pa Reptokun dhe erë tjera. Okay. Ne kemi top 5-in, blinded top 5, por gjithashtu kemi dhe diçka new për këtë sezon që do ta bëjmë. Gati? Tani top 5-in do ta qymë K5. Okay? Thanks. 5 gishtat do fillojmë të numërojmë. A je gati? Okay. Your top 5, emri parë, Nas. I don't know. 4. Nas ishi 4 ti? Po. Okay. Veç mos me lënë 5 për respekt. Për respekt? Po. Juice WRLD. Rest in peace. Jo bre. Ajo shumë i mirë me thonë drejt, po it's not my do e vesh tani. Lete 5 i bie. 5. Tarim te 5? 5. Okay, iu Juice WRLD. J. Cole. Trash se du me rujt 2 venet e para. E di unë për këtë do me rujt. Okay, J. Cole i tret. Tani. Is Ye bro. Yeezus. Ye. El Kanye West. Për zotin. El Pablo. I pari bro. Për mu. Plus 1 aj. As 1 plus 1. Ajo është on top. Okay bro. Kendrick Lamar. 2. A i ka qeni 2 gjithmonë për ty, apo ta shik të kove të funit më duket? Nga këto që the, ai është atë është edhe me lonë edhe të parin është atë për zotin. A me lej këto dhe shi. Po. Okej, pra, K5 i klitit ishte i pari Kanye West, i dyti Kendrick Lamar, i treti J. Cole, i katërti Nas, edhe Juice WRLD, i 5. I'm proud of this. I far, dhe më thonë sigur të kishë vetëm këngë të ty në playlist. Po, bosen. Je super.
Po You Juice don't miss WRLD out. ka terdhi Juice WRLD. Juice WRLD, se çka ka Juice është super. Sidomos për freestyle edhe super muzika pas. E vërtet, është e vërtet. Ka super vokal ai. Super. Ka pas. Rest in peace of course. Okay bro, Street. tani do të bëjmë datë lojën this or that. Do t'jap dy alternativa dhe duhet zgjedhësh midis. Kjo është dyjave. reja. This is the new. Okej. Më thuaj nëse të pëlqej. Okej. Okay? Ja nisim. Pikturosh në telajo apo të pikturosh në iPad? Në telajo. Në telajo? Telajo definitivt. Ai ishte first love domethënë. Bro, domethënë aty më shpërthen ekstazia. Okej. Okej. Kërcimi apo ilustrimi? Qoftë do të them këtë zgjidhe mes ndjenjave, pra shif aty kush të bën ndjesh më mirë. Kërcimi apo ilustrimi? Ilustrimi. 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 Okej, perfekt. Të bësh një sketch, pra një vizatim freestyle apo ta kesh diçka të planifikuar se çfarë do të bësh? Who would you rather nga këto dyja? Planifikuar me thon drejtë. Planifikuar, pra ta Po, kesh një ide dhe më të kesh për ta pëlqen edhe në ashtu, flet. Më pëlqen historiku gjithmonë. Perfekt. Bashkëpunimi me artista të tjerë apo një projekt solo? Me tjerët në qoftë se është i dyanshëm, do ishte shumë nice. Si Nëse dhe vibe është aty ku duhet. Po, se zakonisht edhe të thonë kot që na bëj një kështu, po bëj e vet. Okej. Nuk t'jap asnjë lloj hinti. Pra nëse ja vlen, Po. Por nga ana tjetër normalisht çdo kush do atë të vetën. Okej. Personal, projekt personal. okej. Covera klasik të albumeve hip hop apo cover të digitalizuar? Pra po themi një cover klasik hip hop ku 50 dilte dhe ikte bote photoshootin dhe dilte këtu, Okej. apo tani që një cover mund të bëhet i digitalizuar. Këto, si që të thonë vetë klasik apo i digitalizuar, janë shumë kohë të ndryshme, se për shembull kur ka bë Kanye që ka pas atë bifin atë kohë me 50, Me 50, që nxorën albumin të dytë në njëjtën kohë, duket se late graduation ka qenë. m'duket, edhe në atë kohë thot Kanye që e kam vonu thot albumin sepse po prisja mu bë coveri thot. Edhe domethënë ai ka dhënë një tjetër rëndësi coverit me artwork, me cartoons, me gjona tilla. Po pastaj ke si NWA që janë ato klasiket. Pra, kë mund të zgjidhsh? Klasikun apo modernin? Klasikun. Okej, it hits different Po, sepse po, po. ndoshta e kupton që ka Ka dhe feeling. çik pra ka feeling dhe janë mundu pak më shumë pra disa veta. Është vetë artisti aty, kështu që. Pikërisht. Mëngjes apo dark, bro? Ku Me ndihesh vizatu. më rehat? Whatever, të kërcesh, vizatosh, tash buk. Dalësh. Pra je morning person apo je pak më evening person? Në mëngjes zakonisht kam qef më shumë workout, kështu që nëse kërcej mund kërcej në mëngjes ose bëj palestër, Okej. ndërsa me vizatu darka. Always. Okej. Të kesh një deadline për të përfunduar një punim apo një punim pa fat që të marrësh kohën që do. Sepse me çka kam folë me artista të tjerë, disa herë ose disa persona janë pak më rahat kur ka një deadline sepse është kjo ideja procrastinating që do t'i lësh gjërat mas dore, se e bëj nesër ose e bëj pastaj, kurse kur e ke deadline, Unë me duhet ta thonë, ndërgoj, duhet ta çosh se po, s'bën. unë kur kam deadline, e lej ashtu për moment të fundit. E bo dje domethënë për sot. Do me thonë, i them për 2 javë, edhe 2 ditë e fundit punoj se ku di më pëlqen aty, se di, aty më vinë gjitha. Interesante. Pra do ke çik adrenalin. Po me thonë, po është kështu, është diçka common te artistat, punojnë mirë janë më kreativ në presion. Okej. Nike apo Adidas? Nike Converse, po. I don't know. S'është aq e vështirë bro më u përgjigjesh. Jam të menu se Adidas si ka pas shumë në hip hop në fillim me Run DMC, më duket ka pas shumë atë. Pastaj ka fillu Nike më vonë, kështu që Nike prej Jordanit më shumë, jo vetë Nike. Kështu që kisha thonë Adidas, më duket më klasik Adidas. Okej bro. Okej, ti thu për Adidas. Okej. Prada apo Dior? I don't fuck with that. Asnjë nga këto. Jo. Pra s'ka të dyja s'bëjnë. Jo se s'bojnë, po it's not. Jo të qiellë tuaja. Okej, pra kjo paga shumë edhe kjo tjetra e morën një përgjigje, po streetwear apo high fashion? Jo, këtu më pëlqejnë të dyja, më thonë drejt. Po mirë, zgjidh një tash. Okej, me qenë se already jam streetwear, po them high fashion. High fashion. Po. Okej, më rregull. Vintage apo modern? Fushën e modës. Vintage, Vintage. always.
Pra moda, si me thonë, gjithmonë ngelet vintage, se gjithmonë kthehemi back in time. Pra ajo që mund të jetë moderne tani dikur. Yes, always. Okej, perfekt. Me hudi apo me këmish? Nus jam do me këmish, po vetë du hudi. Me sa duket do të më zgjedh të dyja pra. Okej bro, dy të fundit. Okej. iPad? Aha. Apo tablet? iPad. Po. Apple. Nuk desha me thëmë, pra, nuk desha me fillu me fol kompanit. E fundit fare, Netflix apo YouTube? Qovësh një film Netflix apo qovësh një dokumentar ose qovësh një video? Me thonë drejton, me YouTube jam rrit, kështu që YouTube kisha thonë. Okej. Më duket më home ajo. Netflix është shumë... E vërtet. Edhe ja pra, we wrap it up. Kjo ishte Rap Talku me Kliti Sylën, bro. Falenderoj shumë që ishe pjesë e Rap Talk, e vlerësoj shumë që erdhe sot këtu. Bro, faleminderit që të bo tepër të këndshme. Je të boj gjo super ekstrem të bukur, këtë gjo për të rind, se s'ti dhash dhe tash i lullet mi dhe ti mu, po të japun ty. E kom prit gjithë jetën i gjo t'il, me thonë drejt. Like for real, gjithë jetën me boj gjo t'il. Nuk është që s'kam pas mundësi në për gjonat tjera, në për vene tjera, po this is it. Do me thonë, kjo gjoja dhe të rind, u menoj që kjo ka për të rritë shumë. Në atë synim jena me shpresën e mirë normalisht dhe vetëm me shtypara. No doubt. Shumë faleminderit bro dhe turoj shumë fat me komiksa që sapo ke nis, sepse ajo është akoma dhe më fresh dhe inshallah ky libri dikur tjetë Kliti Syla e his comics. E do vish prap ta folim këtu pasaj që you made it, you did it. Yes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Klito dhe faleminderit gjithëve që na keni dëgjuar në Radio Soj në 89.0 FM. Unë jam DJ Enki, e mbyllim këtë episod të Rap Talk. Deri javës tjetër. Peace. One love. Rap